Përshëndetje gjithëve herë, të nderuar patriot. Është gjithmonë kënaqësi të jesh midis miqve dhe patriotëve. Për ato që nuk më njohin, jam Voljan Sulejmani, çam nga Vola, lindur dhe rritur në qytetin e Durrësit. Jam aktivizuar me shoqatën dhe PD-un që në fillimet e veta. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt do ta nis me këtë që tha Alketa. Një nga pyetjet që më drejtohet më së shumti mua, por në shumicën e rasteve është për të më intimiduar në punën time, është pyetja a je ti çame. Tani unë nuk do të jem në rolin e moderatores në këtë moment, por do të jem vajza, motra, si një antare e shoqatës prej më shumë se 25 vitesh. Guxim. Shoqata Çamëria u themelua në Tiranë, u shpall me një deklaratë afishuar më datë 10 janar 91, u njoh nga Ministria e Drejtësisë 12 shkurt 91. 8 ditë më vonë, në datën 20 shkurt u themelua në Fier. Një pjesë prej themeluesve sot nuk jetojnë, por jeton vepra atyre dhe shoqata Çamëria. Jam Voljan Sulejmani, çam nga Vola, lindur dhe rritur në qytetin e Durrësit. Jam aktivizuar me shoqatën dhe PD-un që në fillimet e veta, kur u themelua klubi Patriotëve të Ri. Kur isha student dhe vazhdoj dhe sot që jam babai i 2 fëmijëve. Rrënjët tona, historia jonë dhe dhimbja që na ndajnë dhe për tragjedinë dhe genocidin e ushtrisë nga gjyshëve tanë janë më të afërta se sa ndasitë dhe inatet e vogla që na ndajnë. Unë kam pas ndenjur besnik çështjes tonë, pavarësisht ulje ngritjeve të politikës që PD-uja ka pasur dhe sidomos hatërmbetjeve të ndryshme që sjellin angazhimet politike. Çështja çame është ajo që na bashkon dhe është ajo që na ka mbledhur këtu. Unë kam dhënë, po jap dhe do vazhdoj të jap kontributin tim si çam për zgjedhjen e çështjes çame dhe i bëj thirrje të gjithë që t'i bashkojmë PD-us dhe shoqatën Çamëria. Të jemi bashkë për të çuar përpara amanetin e gjyshëve tanë. Doja dëshiroj të theja diçka nga historia ime. Unë vi nga një familje shumë patriotike dhe jemi në Akamendos Voljan. Edhe gjithmonë më rrisnin me atë je nga Vola, se gjyshi im Çamëri ka lind në Vol. Dhe një fundjavë të bukur i vogël më çojnë në plazh. Po fundjavë Durrësi ka qenë shumë i ngarkuar. Dhe si fëmijë, dhe më gjen policia, unë isha duke qajt. Më pyesin si quhesh Voljan, nga jeti, nga Vola. Ato se dinin çfarë ishte Vola. Edhe marrin në Radio Marse, kemi gjetë një fëmijë, por është nga Vora, se Vola si ishte, e kupton? Edhe që atëherë ka ngel edhe kjo gjë si batut, më thënë çam nga Vola, voli Vora, hajde. Gjithashtu kam diçka të fundit për të shtuar. Një rifreskrim i drejtuesve brenda nesh është më së nevojshëm për të vazhduar përpara dhe nevoja për një ripërtëritje është etike për shoqatën e cila vitet e fundit ka humbur shkëlqimin e dikurshëm. Shpresoj që të mundemi të gjithë bashkë të bëjmë një organizim të shoqatës që ajo të jetë përsëri motori i zgjidhjes çështjes çame. Unë si gjithmonë jam i gatshëm të jap kontributin tim. Maj sa mundem, shpresoj të njëjtën gjë të bëjnë edhe çamët. Ju faleminderit shumë gjithë. Tani unë nuk do të jem në rolin e moderatores në këtë moment, por do të jem vajza, motra, si një antare e shoqatës prej më shumë se 25 vitesh. Jam që me themelimin e PD-is dhe jam krenare që kam prezantuar kongresin e parë të saj. Jam krenare që jam edhe pas 25 vitesh këtu mes jush dhe në këtë rrugtimin tim kur kthej kokën pas dhe kur shoh drejt, shoh një mori bashkëudhëtarësh të mit në këtë rrugtim. Na ka ndryshuar ndoshta vetëm pamja, fiziku, por brenda vetes, brenda shpirtit, ideali jon është vetëm një, Çamëria. Të nderuar antar shoqatës Çamëria, të nderuar të ftuar, motra dhe vëllezër Çam. Sot jemi mbledhur për të shënuar 35 vjet nga themelimi i shoqatës Çamëria. 35 vite përpjekje, sakrificë, qëndres dhe ruajtje të kujtesës sonë kolektive. Ky përvjetor nuk është thjesht një datë simbolike, por një dëshmi se çështja çame ka mbijetuar fal njerëzve që nuk pranuan kur heshtjen dhe harresën. Shoqata Çamëria ka qenë ndër vite një zë i rëndësishëm për të drejtat e mohuara, për dinjitetin e të parëve tanë dhe për ruajtjen e identitetit çam. Për këtë kontribut, çdo antar dhe veprimtar meriton respekt dhe mirënjohje. Por përvjetorët nuk janë vetëm për lavdërime. Ato janë dhe momente reflektimit të sinqert. Pas 35 vitesh duhet pyesim veten. A kemi bërë gjithçka mundemi? A kemi qenë gjithmonë të bashkuar? A kemi ditur ne të përshtatemi me kohën dhe të flasim brezave të rinj?
Shpesh energjia jonë është shpërndarë në ndarje të brendshme, në rivalitetet panevojshme apo në përsëritje të njëjtave forma veprimi, pa arritur ndikimin që çështja Çama meriton në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Çështja jonë nuk ka nevojë për shumë fjalë, ka nevojë për më shumë koordinim, profesionalizëm, vizion afatgjat dhe pse gjitha këto shpesh nuk na kanë munguar. Shoqata Çamëria ka luajtur rol të rëndësishëm në organizimin e komunitetit, në sensibilizimin publik dhe në ruajtjen e identitetit kulturor Çam. Fal saj, fjala Çamëri nuk u zhduk nga diskursi kombëtar. Kjo është një merit që nuk u mund dhe nuk duhet mohuar. Megjithatë, pas 35 vitesh veprimtarie është e domosdoshme të flasim me sinqeritet. E vërteta është se çështja Çame nuk ka zënë ende vendin që meriton në agjendën shtetërore shqiptare. Dhe këtu përgjegjësia nuk është vetëm e shoqatës, por mbi gjitha e politikës shqiptare, e cila në shumë raste ka përdorur Çamërinë si një slogan elektoral, por jo si prioritet kombëtar. Partitë politike pavarësisht ngjyrave kanë folur shumë për Çamërinë në fushata, por kanë vepruar pak në institucione. Kanë munguar strategji të afatgjata, dosjet serioze juridike, përpjekjet e qëndrueshme diplomatike dhe përfshirja reale e çështjes Çame në dialogje ndërkombëtare. Kjo heshtje institucionale ka qenë po aq e dëmshme sa mohimi i hapur. Nëse duam që shoqata Çamëria të jetë e fortë dhe në vitet që vijnë, duhet hapet më shumë ndaj rinisë, ndaj mendimit kritik, ndaj bashkëpunimit me institucione, akademik, faktor ndërkombëtar. Kujtesa historike është e shenjtë, por ajo duhet shoqëruar me strategji konkrete për të ardhmen. Ne si shoqatë si shqiptar të Çamërisë duhet të kemi kurajën e autokritikës. Jo rrallëherë kemi qenë të përçarë, të fragmentuar në iniciativa paralele duke dobësuar zërin ton të përbashkët. Shpesh kemi reaguar emocionalisht, por jo gjithmonë strategjikisht. Dhe kjo ka bërë që kauza jonë të mos përkthehet në rezultate konkrete dhe të mos na marrin kurrë seriozisht. Sot më shumë se kur Çamëria ka nevojë për një qasje të re politike dhe qytetare. Ka nevojë për dokumentim shkencor, për lobim profesional, bashkëpunim me jurist ndërkombëtar, historian dhe diplomat, që ndërkohë e kemi bërë, por ndoshta duhet theksuar më tepër. Ka nevojë për përfshirjen aktive të brezit të ri, i cili kërkon transparencën, vizionin, veprimin dhe jo vetëm retorika. Nëse shoqata Çamëria do të vazhdojë të jetë relevante dhe pas 35 vitesh të tjera, ajo duhet guxojë të ndryshojë. Të mos jetë thjesht një organizatë përkujtimore, por një aktor real politik dhe shoqëror, i pavarur nga interesat e momentit dhe i palëkundur në parime. Le të jetë ky përvjetor një moment ndërgjegjësimi, një thirrje për politikën shqiptare që të dalë nga komoditeti dhe të marrë përgjegjësi reale, dhe një thirrje për ne, shqiptarët e Çamërisë, që të jemi më të bashkuar, më të organizuar dhe më kërkues ndaj vetes dhe ndaj shtetit. Le të jetë ky 35 vjetor jo vetëm një fest, por një pikë these, një moment ku respektojmë të shkuarën, por guxojmë të ndryshojmë për të ardhmen. Çamëria nuk është histori, është përgjegjësi, sepse Çamëria nuk është një kartë për të përdorur kur na leverdis. Çamëria është një plagë e hapur në ndërgjegjen kombëtare shqiptare dhe një provë e seriozitetit ton si shtet dhe si shoqëri. Ju falemderit. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt do ta nis me këtë që tha Alketa. Një nga pyetjet që më drejtohet më së shumti mua, por në shumicën e rasteve është për të më intimiduar në punën time, është pyetja a je ti Çame. Atëherë do më lejoni pak t'ju shpjegoj pak dhe historinë e familjes time. Gjyshja ime që më ka rritur, Hajrie, ka lindur në Grebene. I jati i saj Osman Tako, pavarësisht se nuk është Osmani i këngës, ishte një blegtor me emër në atë kohë dhe ka përjetuar përpara eksodit të Çamëve, po ato tragjedi që pësuan Çamët më vonë në 44-ën. Familja e gjyshes time janë pjesë e eksodit dhe tragjedisë, mbase jo me masakra, por me shpërngulje, pa dignitet, pa integritet, dhe janë ata që erdhen me traktatin e Lozanës, si pasojë e të qenurit musliman shqiptar të Greqisë, por ishin shqiptar. Dhe unë jam rritur me kujtimet e gjyshes, me dhimbjen e saj, për dy motrat e saj të cilat ikën në Izmir dhe nuk i pa më, dhe unë jam rritur me këngët e saj, me këngën Qaj Minushit, me këngën e Osman Takës. Unë e kam ndjerë Çamërinë që herët, mbase jo si Çamëri, por si një vokacion të brendshëm,
ishte fati im të një Jaadin dhe të Çam, Angelën dhe Darion, të cilët kanë ditur jo vetëm ta thonë që janë Çam, por edhe të punojnë me dignitet për Çamërinë. Prandaj unë jam krenare që jam këtu mes jush dhe nuk dua të më bëhet me pyetja a je ti Çame, por ja bëj unë pyetjen juve, a jam unë Çame? Faleminderit. I nderuar zoti Liliani Idrizi, kryetari i Shoqatës Patriotike Çamëria. Të nderuar pjesëmarrës, jemi mbledhur sot të përkujtojmë në jubileun e 35 vjetorit të themelimit të shoqatës, atëherë politike, sot patriotike Çamëria. Ne nderojmë e kujtojmë ata burra që në kohën që u themelua nuk ishte vetëm mençuri, por trimëri dhe guxim. Shoqata Çamëria u themelua në Tiranë, u shpall me një deklaratë afishuar më datë 10 janar 91, u njoh nga Ministria e Drejtësisë 12 shkurt 91. 8 ditë më vonë, në datën 20 shkurt u themelua në Fier. Një pjesë prej themeluesve sot nuk jetojnë, por jeton vepra atyre dhe Shoqata Çamëria. Shoqata Patriotike Çamëria Dega Fier, pjesë e të tërës dhe bashkëpunëtare në këtë rrugëtim 35 vjeçar, ka kontribuar dhe të kontribuoj si një fildanishte e mrekullueshme për vazhdimin dhe forcimin e kësaj shoqate. Unë nuk do të flas për rrugëtimin, sepse folën folësit përpara meje për rrugëtimin 35 vjeçar, unë do të flas për me pak rjeshta duhet të sjell diçka. Një ditë duke parë një emision televiziv për Çamërinë, nipi i vogël më pyet: "Gjysh, pse sa herë shikon emisione për Çamërinë të mbushen syt me lotë? Ç'është Çamëria për ty?" I them: "Biri im afro. Çamëria është vatan, Çamëria është nan, Çamëria është nishan, Çamëria është sultan, është trandafile manzuran, arome e saj me dhuris gjithë dynjan, nga njëra anë e kombin në tjetër anë, me vajzat të bukura si zan, me djem të hedhur e azgan. Birim, Çamëria është xhenet, Çamëria është kësmet, Çamëria është bereqet, Çamëria është selamet. Vën malor, po ka fushë dhe det, ka nxjerrë dhe do nxjerrë shumë deputet. Kush punon, për te do të shkojnë në ahiret." Birim, Çamëria është sinor, Çamëria është kuror, pjesë e kombit arbënor, pasar të fisit superior. Thonë se kemi nxjerrë dhe perandor, unë nuk kam qenë atje. Atëherë nuk kam qenë. Thonë se Bonaparte ishte e period, disa historianë bëjnë dhe sprot. Unë nuk kam qenë, gjithmonë mos ma merrni për sipas historianëve. Për Çamërinë, qanë robi toka e guri, qanë i riu, qanë plaku, por qanë edhe burri. Është toka jone kemi larë me gjak, çdo pëllëm tok, qame kemi me hak. Monarkët e zerva në therën tokën të shkelin, ushtruan gjenocid si 2000 vjetë para me Izraelin. Jemi qamë thesprot nga Epiri, nga vëndet e mesdheut më i bukuri, më i miri. Na preu në bes, na e mori qafiri. Më falni. Vallet e kemi triumfale jo nazike, të tashguara nga fiset pirrike. Jemi popull punëtor, trime heroik, jemi me gjak të pasur pelazgjik. Populli ndershëm, luftëtar e fisnik. Vetë mbreti Pirro ishte thesprot. Lerë në ledhes Çamërisë, 24 karat, çam gumericiot. Biri im, greku na vrau, na theri, na vodhi pronën, na rrumbeu amfiteatrin e Dodonën. Na mori mallin gjën e shtëpin, na hoqi gëzimin, na vodhi historin. Çdo ta gëzoj, më gryk do t'ja ngrim. Thonë se gjenocid ka patur edhe në Sudete. Kështu thonë historianët. Çamëria jonë është një rast më vete. Gjenocidet si tek ne nuk ka patur në tjera shtete. Biri im, me luftën, gjakun që derdhi Margaritarit te Pelenës, shqiptarët me Markon i dhanë pavarësinë Helenës. Luftën me sultanin që bëri pasha i jon, sot mburret Greqia dhe e përvetson. Trimat, si Boçari, Karaskaqe e Mjauli, bashkë me shumë trimat të tjerë nga Suli, Turqit me Bimbashe Pashallari shkuli, brëna në Stamboll thikën u anguli. Birim, e kemi detyrim, gjaku dhe amanet, të bëhemi bashkë nga shtofisë e hanë, të bashkohemi Fier, Vlorë, Durrës e Tiranë. Të bashkuar bëjmë hatan, si muja e Halili për mbysim dynjan. Kur të jemi gjithë bashkë, greku do pingoset për ata që do të rritë, zëmrohet. Ka shtruar gjenocid qafiri, të paradoset. Do më thënë në greqisht, në shqip do thënë të dorëzohet. është i detyruar ta bëj. Do dorëzohet se ç'bën.
të bashkohemi si çdo zot i vet, të gjithë bashkë grem ujë në të përpjet, të mos shpërndahemi në të djathtë në të mëngjer, pa që uratën time të Perëndis Çamërinë mos ta shikoj njëri shtremër. Unë si moshatar, patriote Çam, ju bëj thirrje, ktheuni Çamërinë e keni nan. Çamëria jon as është kurrë sa është tretur, do të jetoj sa një Çam të ketë në këmbë të ketë mbetur. Nuk do të shuhet. Amaneti trashëgohet nga gjyshi babai e biri, do ta lodhim, do dorëzohet se s'bën qafiri. Biri im, këtu bëna mu në shpirt më dhëm, ajo që ndodhi ishte si bomba atomike, nuk ishte glem. Të nderuar pjesëmarrës, nuk e di a mund t'ju kënaq, por unë mundsinë e pata kaq. Rrofsh Çamëria.